Tatimet paralajmërojnë influencerat. Deklaroni të ardhurat e fituara online, ndryshe do të gjobiteni. Administrata tatimore u bën thirrje të gjithë individëve që kanë të ardhura nga platformat online t'i deklarojnë brenda datës 31 mars, përmes Diva, në të kundër do të gjobiten. Influencerat që merren me reklamime online janë ndër kategoritë kryesore që duhet të deklarojnë të ardhurat e fituara online. Përmes një njoftimi, tatimet sqarojnë se në deklaratën e të ardhurave individuale të vitit 2025 duhet të deklarojnë të gjitha paratë fituara nga rrjetet sociale si Facebook, Instagram apo WhatsApp, por duhen deklaruar edhe fitimet nga YouTube, Airbnb, Booking dhe Google. Duhen deklaruar jo vetëm të ardhurat e marra direkt nga llogaritë bankare, por edhe pagesat që kanë marrë në rrugë elektronike apo fizike. Administrata tatimore thotë se disponon të dhëna mbi të ardhurat e qarkulluara nëpërmjet këtyre platformave ndaj individëve. Ndaj duhet që t'i deklarojnë që të mos penalizohen. Gjatë vitit të kaluar ishin 33 milion euro të ardhura nga rrjetet sociale që duhet t'i deklaroni në Diva 2024, njoftimi plot. Administrata tatimore sjell në vëmendje të individëve subjekt deklarimi për Diva 2025 se duhen deklaruar në Diva 2025 të gjitha të ardhurat e realizuara gjatë vitit përmes llogarive bankare apo çdo forme tjetër pagese, përfshi ato fizike apo elektronike nëpërmjet platformave si Meta, Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, YouTube, Airbnb, Booking e të tjerë. Kujdes, administrata tatimore disponon të dhëna mbi të ardhurat e qarkulluara nëpërmjet këtyre platformave. Çdo mos deklarim do t'ju vendos përballë penaliteteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.